Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Jam këtu pranë jush sërish me rrëfimin e radhës. Një rrëfim shumë i ndjerë edhe shumë i prekshëm. Një rrëfim që në fakt të godet në shpirt. Janë fjalët e një nënës e cila është e thyer nga ky mentaliteti që ti ke lindur vetëm vajza dhe nuk mund të lindësh djalë. Edhe pse jetojmë në vitin 2025 dhe 2 ditë do të kalojmë në vitin 2026, inati, mlefi dhe urrejtja tek kombi shqiptar është akoma një tabu që nuk po thyhet kundërdrejt vajzave dhe nënave që lindin vajza. Le të themi janë të ngjitura në kryq. Dhe kështu po ndodh me këto nëna. Rrëfimi sot ma ka sjell kjo nënë e cila është shumë e thyer, është shumë e mërzitur dhe dëshiron që atë të keqin që ka brenda vetes së saj ta ndan me të gjithë ne. Nuk e di se kur filloi urrejtja. Ndoshta nuk filloi kur zyrtarisht. Thjesht u ndjeva e padëshiruar që në ditën e parë që hyra në atë shtëpi. Që kur u martova, e kuptova se nuk isha grua për ta, por vetëm një mjet, një bark që duhej të sillte djalë. Një trup që duhej të përmbushte një pritshmëri. Një emër që nuk kishte rëndësi, nëse nuk sillja trashëgimtar. Kur e linda vajzën e parë nuk më urruan. Askush nuk më tha të naroj apo të tëroj vajza. Në vend të buzëqeshjeve pash fytyra të ngrira. Vjera uli kokën, Vjeri doli jashtë pa thënë asnjë fjalë. Burri im heshti dhe unë e shtrirë në shtratin e spitalit, me foshnjën mbi gjoks, ndjeva për herë të parë se kisha bërë diçka të gabuar. Herën tjetër do të jetë djalë, më thanë. Jo me shpresë, por me ultimatum. Jetova me atë fjali mbi kokë për vite me radhë. Kur mbeta shtatzën për herën e dytë, askush nuk më pyeti se si isha. Pyetja vetme ishte çfarë do t'jetë. Kur mjeku tha vajzë, e pash veten që të vdisja për së gjalli. Në shtëpi nuk u festua asnjë gjë. Përkundrazi, filluan fjalët, filluan shikimet, filluan krahasimet me gra të tjera që dinin të lindnin djem. Më shikonin sikur të isha e mallkuar. Kur linda vajzën e dytë, Vjera nuk më erdhi fare në spital. Tha se nuk kishte çfarë të shihte. Vajzën time nuk e mori kur në krah. As sot e kësaj dite. Filluan të mos më flisnin, të më anashkalonin, të më përjashtonin nga tavolina. Kur ulesha, heshtja binte mbi mua si një dënim. Në sytë e tyre nuk ishte mënuese, por ajo që nuk po na jepte djalë. Burri im, ai u boi huaj, nuk më mbronte, nuk më kundërshtonte. Heshtja e tij më vriste më shumë se fjalët e tyre. Çdo natë flinte larg meje, si të kisha ndonjë sëmundje ngjitse unë. Nuk më prekte më, nuk më shikonte në sy. Kur mbeta shtatzën për herën e tretë, shpresova, jo për veten time, por që të më linin mua rehat.
që vajzat e mia të mos rriteshin duke ndier turp për ekzistencën e tyre. Por Zoti më dha sërish vajzë. Dhe atë ditë shtëpia u kthye në një fert papar. 3 vajza, çfarë do të bëjmë me ty? Na ke mbyllur derën, na ke shuar gjakun. Këto fjalë më janë ngulitur në tru. I dëgjoj edhe sot në gjumë. Pas lindjes së vajzës së tretë nuk më trajtonin më si njeri. Më flisnin vetëm për detyra. Më shikonin vetëm për gabime. Nëse një pjak nuk ishte larë mirë, ishte sepse isha e pavlerë. Sepse një fëmijë qante, ishte sepse kështu janë vajzat e dobta. Në fakt, kjo ishte përgjigja e tyre. Vajzat e mia u ritën duke ndjerë se nuk ishin të mirë pritura. I shihja si uleshin në qoshe kur vinte familja e burrit, si nuk qeshnin, si nuk shtrëngonin dorën, si kur të kishin frikë se do të na dëbonin nga shtëpia. Një ditë vajza e madhe më pyeti: "Mami, pse gjyshja nuk na do?" Nuk dija çfarë t'i përgjigjesha. Si t'ja shpjegoja një fëmije se në këtë botë disa njerëz urrejnë për arsye që nuk i ke zgjedhur. Unë jam konsumuar më nga brenda. Kam qarë netëve fshehurazi, që vajzat mos më shihnin. Kam mbytur klithmat nga jastiku. Kam pyetur veten mijëra herë, çfarë kam bërë gabim? A është faji im që unë jam grua? A është faji im që trupi im sjell jetë femërore? Kam menduar të ikim. Kam menduar të zhdukem. Po pastaj shikoj sytë e vajzave të mia dhe e di se nëse unë bie, ato me patjetër do të bien me mua. Sot jetoj në të njëjtën shtëpi, por jam e huaj. Nuk më shikojnë më sytë. Nuk më pyesin si jam. Jam thjesht e vajza që lindi vajza, një damkë që nuk hiqet. Por dua ta them me zë të lartë, vajzat e mia janë bekim. Vajzat e mia janë forcë. Vajzat e mia janë arsyeja pse unë ende marr frymë. Edhe nëse familja e burrit më uren, edhe nëse më shikojnë me përçmim, edhe nëse më trajtojnë si fajtore për diçka që nuk e zgjodha kurrë. Unë jam nën, dhe kjo është fuqia ime më e madhe. Kjo është letra e ndjerë e kësaj nëne.